Besoj se aktivitetet tona do ju bëjnë që të harroni kohën e keqe. Nisërit në aktivitetin e përgatitur me dashuri për kushtim të krenarin nga nxënësit e shkollës me karaktari në nder të dytitëve më të shenjta të konfliktor. 28 dhe 29 nëntori. Këto data janë dy faqe të arta të historisë shqipe dhe monumente dhe momente shumë të rëndësishme për çdo zemër shqiptare. Me 28 nëntor 1912, Ismail Qemali dhe burrat më të shuar të vendit tonë në qytetin e Vlorës ngritën flamurin kuqëzik, flamurin e kuq dhe shqiponjën dy krenare. Pas 5 shekuj shrobëri. Ndërsa 29 nëntori 1944 shënoi çlirimin e vendit nga pushtuesit fashist dhe fillimin e një epoke të re për popullin shqiptar. Tani të dashur të pranishëm, ju ftoj të edhim një vështrim më të thellë të domethënieve që kanë këto festa për secilin prej nesh. 28 dhe 29 nëntori nuk janë thjesht data historike, ato janë kujtesa jonë kolektive, identiteti ynë dhe dëshmia se ky popull ka ditur të ngrihet edhe në kohët më të vështira. Sot, në këtë shfaqje, ne duam të si emocionit të shqiptarit shqiptar, dashurinë për flamurin, gjuhën dhe historinë tonë. Në çdo varg, në çdo këngë, në çdo interpretim, do të ndjeni patriotizmin dhe mirënjohjen për ata që dajnë gjithçka për ne, për lirinë dhe të ardhmen tonë. Gëzuar festën e nëntorit dhe Evropë Shqipëria e mirë dhe flamuri i bukur. Atëherë, të nderuar të pranishëm, tani që kemi përshëndetur së bashku me krenaritë e tona kombëtare, është koha të vazhdojmë me pjesën artistike të programit. Gjatë këtij aktiviteti do të udhëtojmë përmes këngëve, vargjeve dhe vallëzimeve që pasojnë shpirtin shqiptar, dashurinë për atellën dhe krenarinë për flamurin tonë. Do ta nisim spektaklin tonë me të vëllezërit e shkollës, kopshtin duke përgatitur nga mësuese Oltiana, dhe duke na recituar me dëshirë më të madhe dhe plot zell vjershat e tyre. I ftoj kopshtin publiktar. Gjitha veni së gëzu, ose fesa, së më tëtë, rrimë bajnë, të gjithë shkam, me omë të gjithë dhe në përë. Në vëndin tim si ti Shqipëri
i gaj, i ka i që mali e griti në flor. Jemi sela që ose me poezinat dhe. O atë, më i dashur sa më sta, më i nën, më i motër më i vlla, nga çkarotën me shtrenjtë të mëje, ti e më i mirë nga çdo gjë që kam këtu. Ty për ditë pat pajë me nënë, dhe ujtë në fund atë e pat ngrënë, në mëruar i pat lullet së risaj, dhe ti lindi dhe ti vdisha e pastaj. Ti ke parë gjyrë, stërgjyshurit e mi, edhe eshta tretë të ruake po ti. Nga ti o shpirto kurth që rëndarë, pra ti e patë qeshë, patë qarë. Nëna i me vdish, ndaj ty të kam sot nënë që s'ka vdekje kur, faqen hërë. Numri prap në vend vetën kur doherë, begatoja o zoti këtë vetë, e po njerëzit e ti brotheshen. Hi u bëfshi gjithmonë armiqtë e ti, gaz për jetë faqen zotrat e ti. I begati lulluzuar qofta i, një të ardhme pas plot me lukëri. Ne vazhdojmë me Krisi Troka me poezinë Thirrja Dheu. Thirrja Dheu, në malet tona shpak më shpak, unë këtë flamurin këtë me dap. Me shqiponjë të keshë qelë, që nga zemrat si një djatë. Thërri së vendi, bitë e mi, mos më lini kur të vetë mi, se gjaku ju arjes në fush, në gurë, në fush, në lume në mali me flamur. Dje me vajza, me haptërën, në gujtën tokë si bajnë në brek, më zdoni pranda si që asnet, po të rritën e liris me ta. Në të shto shqipi, u bajnë viti flamurin me furi. Sot ne i kujtoj me nderë, me flamur që valezon për herë, me këngë, me të zi, me shpirë të qenë, se lirja su falë, u morë me jetë. Do të kemi interpretimin e një këngë mjaft domethënëse, jo vetëm në aspektin etnik, por edhe kulturor.
Atëherë festa do të vijojë me kërcimin e përgatitur nga nxënësit të cilët përfaqësojnë gjallërinë, tradicionalitetin, energjinë dhe bukurinë e kulturës shqiptare. Vjen para jush kërcimi lirik. Njerëzit e ditën tonë, Ismail Primi të lumë të dorë që ngritë lartë, flamojnë në Vlorë. Ajo që për ne një ditë historike që i dha flatat Shqipërisë etike. Ndaj për çdo vit këtë festë të madhe ne këndojmë me këngë e valle. Bagëti e kujsi. Bagëti e kujsi. O mare të Shqipërisë dhe ju o lisa të gjallë,
Fushat e gjëra me lule që u kam ndërmend ditë e natë, ju prekore, froshe e ju lume të kulluar, quka, kodra, prinja, gërgje e ju pyet gjilbëruara, do t'i këndoj bagëtive që mbani ju e usheni, o vendit e bekuar, ju mendi ma dhe freni, ti Shqipëri me jep nder, me jep emri shqiptar, zemrën ti magatove, plot me dëshirë e me zjatë, Shqipëri o mëma ime, ndonë se jam mërkuar, dashurim tënde kur zemra të skjaruar, kur dëgjon zëtën e thëmës, që shë leqin që më bejnë, legërin të atriher e merden, e po ta tremsh e stet pra thonë të mes e drejtë si shqeqet. Ja, dhe zemra ime me në këtu të kjam, mua me prape me dëshirë, vjen në visë të tua. Tani do të kemi poezi, poezat e autorit e interpretuar në pavionin. Antori vjen dhe flamurador ku që zi si zemra jon, kalon krenar që të së Shqipëri o vendi jon. Me 28 u prit flamuri nga Ismail që marri plot der. Në Vlorë ndeza jo dritë që së shua kurrë herë. Me 29 u shlirua vendi nga robëria e huaj e rëndën. Populli ynë dhe zemër trimi jeton i lirë në tokën vënd. Do të kalojmë të këngët patriotike, e cila do të langërojë zemrën ose do të rikujtojë se sa e shtrenjtë është flamuri kuqezi për çdo shqiptar. Për ju, klasa e parë me këngën e Marikos. Vjoj me poezi poetike, ku do të vija Adelaida Lota me poezin Ana Shlumende. Arratisur, surgjënosur, raskapitur e katosur, po vajtojnë pa fund, pa shpres, anë selbës, anë spres, ku e lame, ku në mbeti, vaj batani e mjerë mileti, anës deti ti palar, anës dritë si papar, pran sofrë si pangrën, pran dije si panzën, la kurishe i dregosur trupe shpirti sa ka
katosur, se që shëp në derberderët, mercenarët dhe belerët, se që shtyp në jambangjit, se që shtryp në fajtëgjit, se që prejnë, se që branë, që shketuan anë mbanë, në thundrën e përdunës, anës vjosus, anës bunës, qirën digjem i verosur, sa katosur, qarmatosur, as i gjallë, as i varosur, pres i shenje, pres i dritë, pres me vjetë, pres me ditë. Se që tera, se që paka, se që qora, se që plaka. Lërë prej vatrës dhe prej punës, anës rinit, anës tunës. Qakërdisur, batërdisur, përpolitur dhe zaitur. Ndëroj, pa fund, pa shpres, anës elbës, anës pres. Dhe një zëvë nga lumbi, më buqet më zgjo nga gjumbi. Se Mileti po gatitet, se Tirani lebetitet. Se përcet kërcet fortuna, fryet vjosa, derdhet buta. Skuqet semani dhe drini, dridhet beu dhe zënqini, se pas vdekjes nriti jeta dhe ku do gjëmon trumpeta. Ngreuni e bjerini, korrini dhe shtypini, ka tundare punëtor, që nga Shkodra gjerë në Vlorë. Atëherë, programi do t'joj me vallën e cila përfaqëson gjallërinë, energjinë dhe bukurinë e kulturës shqiptare. Ritmi i saj do na kthejë te tradita dhe rrënjat tona të lashta. Me interpretim Vallja e Shqipeve. Shqipni, e mjera Shqipni, kusht ka shqit mbi kryeni, ti ke pas ken një zonjë rang, burat edhe jo thirë shinan, ke pas shumë mira begati, me varzat bukra me djenë të
Latina, me armë bardha me push klatina, me burra trima me grat lira, ti ndërgjishoj që t'ke pas kema mira. Ku kriste pushka si me shkret moti, zogu shqiptari gjithmoni zoti, ka kem për luft ka dekun, e dhun brapa kur së mbetun. Ku ka lidh besën burri shqiptis, i ka shtit rridhen gjithë rumelis. Dër lufta treta gjithkun këra, me faqet bardh gjithmon ashda. Por, sot Shqipni, pa më thuaj si e, po si kulisi rëdzun për dhe, shkon bota sipër me kam të shkelet, e i fjallë tam për askush të flet. Si mal me borë, si fush me lule, ti ke pas të veshun, sot je me cule, e s'të ka mbetun, as sem në as bes, vete ke përshun për faqet zes. Shqiptar, me vlazje i tu vra, dërin që qete e tu shpërnda, ca thon kam fe, ca thon kam din, njan jam turk, tjetër latin, do thon jam grek, shki disa tjerë, por jemi vlazën gjithë për të mirë, prifnë dhe hoqi du kanë hudu, për me ju da mund me vërfnu, vjen njëri u e ju rivoltër, me ju tërtnu me gru me motër, e përsa parë që du fitoni, besën e të parve gjithë haroni, bani rëp dhe njari tuj, që nuk ka gjone gjakun tuj, qani u shpata e dy feqe, shqiptare u zu si zumë dërleqe, qani u trima bashkë me ne, se ra Shqipnia me faqen dhe, e si kam betun, as buk, as mish, as zjarë në votër, as drit, as pish, as gjak në faqe, as ndërë ndërshok, por as rëdzuet bankro. Blidhun ju varzan, blidhun ju gra, me ata së të bukur që dini me qa, e një të vajtojmë Shqipnin e mjerë, që mbete shkret pa end bander, që mbete vej si grupa bur, që mbet si nan që s'pa djalkur, e ku t'ja ban zemra me lan me dhek, të fartër neshe që sot ashmik, këtë nam të dashra të talan, që njeri huj t'a shlas me kan, nuk, këtë marrë as kur se do, dhe të faqet zes gjithë ku se do. Para se tu me që Shqipnia, me push ndolje dhe strinia, qoni shqiptar për gjumit qoni, të gjithë si plazën një beset shtrëngoni, mos qikoni kisha gjami, feja shqiptar të shqiptaria, gjysh për divari dhe për ves, gjithë kun të shëndili vape dhe res, ashtu ke jona prit nga kalan, kush mos na e prek se desin tant, të desi si bura që vdiqin modit, dhe mos farona për para Zotit! Besoj që të keni shkuar sa më shumë aktivitetin tonë deri tani, çdo numër artistik do të ndjeni dashurim për kushtimin dhe emocionin e nxënësve tanë, të cilët kanë pasur me zemër për të bërë këtë ditë sa më të parush, me ngjarjet historike, personazhe të parush, për që dhanë frymën e fundit për 28 nëntore. Vin ka nxënësit e klasës së 8 një dramatizim e foka e gjyqit. Epoka parë gjyqit, personazhet Abdul Frashëri, Sulejman Fokshi, Tosun Beu, zëvendës kryetar i gjyqit, Mexhit Beu, zyrtar i lartë turk, Roja e Burgut, Idris Sumon, dëshmitar i Rëm, Frak Milaj Saxhime, dëshmitar. Gjyqi në vete veta unë Abdul Frashëri, Sulejman Fokshi. Të dy kësaj herë janë më të zbeu se herët e kaluara. Nga në interesant, zotëzëri Tosun Beu. Me keqardhje më të madhe, më duhet të lajmëroj se prej ditës sot me 22 nëntor të vitit 1885, këtë gjyq të kryeson Xhamil Beu, oficeri i lartë të shërbimit sigurimit, por unë, Tosun Beu, oficeri i shërbimit të sigurimit. Abdul Frashëri, ngrimuni. Kur kush nuk ka dhënë fjalën, përgjigjeni kur të pyet, kuptuat? Cila ka qenë lidhja e tua me sheun e Tetovës? Lidhje shqiptarësh, lidhje intelektualësh. Pas klimit nga Stambolli, kur u takuat në shtëpinë e Thanas Timon, një shqiptar ortodoks, ju pa shkobatet e sheut Tetovës. Kjo ndodhi në dhjetor të 1878-s. Këtë informat, a mund ta pranoni se në vërtet? Pse jo? Për çka biseduan? Duke ditur se cilë është autoriteti i tij në Stamboll, kemi kërkuar shahidën të hyrë për lirimin e disa të burgosurve nga burgjet otomane. Nuk është e vërtetë, ju jap natë jenë menduar të bashkëpunojmë me të. Ju shërbej si spion për portën e lartë. Keni prova për një gjë të tillë? Dëshmitar Idris Suma. A e njihni këtë njeri? Jo. Po ju këtë njeri? Po, ky është Abdul Frashëri. Për herë të parë kam parë në shtëpinë e Thanas Timon në Selali, por edhe pas shkopasën të shefin din. Çfarë bëhet ti aty? Aty shërben me kafe. Çfarë tha aty Abdul Beu? Unë dua të bind shefin din të punoj portën e lartë. Dhe të gjitha këto biseda i bën para teje? Po. Oj mirë, sa të kam paguar të gënjesh kështu? Me këtë fjalë dëshmon besimin e Imamit Padishah.
Mund të shkoni, e dëgjuat. E dëgjova, është turp të më bëni provokimet e të tilla me dëshmitar të rë. Nëse vazhdoni kështu, nuk do të përgjigjem asnjëri për pyetjeve tuaja. Nuk mund të paratem të në fytyrë, loja juaj gjithmonë ka qenë kundër nesh. Në fillim dhe ju luftua për programin e Karnavës, por tash është fare qartë se në e pasi bërë sa përsye faqe, dhe rahitur flyrë syve. Perandoria Osmane kur nuk ka qenë përzidhjen e drejtë të çështës shqiptare. Nuk është e vërtetë, porta në fillim e përkrau lidhje. Asaj nuk i thuhet përkraje, por interes. Nuk është mirë aty të flasim në këtë mënyrë. Jemi munduar që ka pashë se faret asa kemi pasur mundësi. Jemi munduar për vete, jo për ne. Këtë e kam ditur se herë ka vonë do të priste konflikt me ju. Vullneti po kur nuk mund të dalet. Ta them me gjithë edhe këtë, pasdijen e drejtë të çështës shqiptare nuk do të ketë qetësi as Rusia as Europa. Me nuk kam së flas këtë, tash e tuti do të flas me ju vetëm ligji. Uluni. Nëse e kemi. Uluni, së levan voksi, ngrihuni. Nga të tëra që kemi dhe procesi e timit dhe padyshim se jeni fajtor kryesor për marrjen e Shkupit. Për shtrimin e Shkupit. Në 4 dhjetor të 1980-s, nuk e keni liruar me të shërira i Fefiliu të hyjë në Shkup. Po, duke menduar se Shkupi gjithmonë do të ngjelë në duar tua, dhe se shërira i Fefiliu nuk do të kthehen bë, u bën aq ta paturshëm sa nuk e ndaluan të kërisë kur Selanik Shkup të bëjnë të transportive është të sfane cilë do të tip, qoftë nga Shkupi në Selanik apo në Sjellnas. Po e kam ndaluar në territorin do të shliruar, komandonim ne. Si nuk e vjator të pjesni kështu? Dëgjoni me gjithë bej, duke ju shkruar kështu juve në të anë dhe vetë në këtë anë, po më duket se pak kam bërë, është të dashur të më shumë të bëja. Po ma bini, njëri me moshë dhe të më përboj të flasë kështu një vetë si kërë. Të gjitha e kam bërë për të vetëmi qëllim, të luftoj për shtetin tuaj. Me interesoni rratë më lafit kundër nesh. Na morë thiri, na i morë të gjitha, ku nuk u gobet me gjakun tonë. Dhe në fund, në pazar të botës në qinit e në nderonit leskat e vjetra, si arën, vetëm e vetëm që të shpëtoni kokën tuaj. Unë nuk kam i menjë se a pyetje, e këtë punë do të atoshtë më mirë. Po ndeshë të the vetëm një për vërtet, atë të vërtet që morën frenezer. Nuk keni më nevojë me tepër të flikni. Për të dhënë pak atmosferë festivalit tonë, do të sillim para ju shkërcimin Dita e Pavarësisë. Physical
të trimëri, duke mbjellur me bura, shekujve të rëmbëj. Unë jo dëshmor, gëzoni bashk me me, sot ardhëllë tira shti shqipeve feston, vitën e re. Të nderuar mbikues të shkollës, të nderuar mësues, prindër të nxënës, të dashur të ftuar, në këtë atmosferë madhështore në prag të 28 nëntorit, dita e pavarësisë dhe 28 nëntorit, ditës së çlirimit, kemi kënaqësinë të hapim ceremoninë e ndarjes së certifikatave për nxënësit që janë dalluar në punën e tyre gjatë këtij viti. Në mënyrë të veçantë, duam të falenderojmë drejtuesit e shkollës, të cilët me vizionin dhe mbështetjen e tyre vazhdojnë të krijojnë një midis ku nxënësit të rritën, zhvillohen dhe mësojnë të jenë qytetarë të ndëjtë të këtij vendi. Sot, ndërsa kujtojmë me krenari rrugën e gjatë të kombit tonë drejt lirisë, ne duam të nderojmë edhe ata që me përkushtim, disiplinë dhe talent kanë shkëlqyer në aktivitetet tona, në mësime dhe në shfaqjet e mentorit. Ndarja e certifikatave është një shenjë mirënjohje për përpjekjen e tyre dhe një inkurajim për të vazhduar më tej me të njëjtin pasion. Ju ftojmë të gjithë të prisni me duar trokitje nxënësit që sot do të nderohen. Drejtoresh në shkollës tonë, profesor Gëzimit dhe mësuese pranverë. Pavarësisht kohës së keqe, them që aktiviteti shkoi për siguri. Ju faleminderit shumë. E vlerësoj përpjekjen tuaj në çdo gjë, falenderoj dhe mësuesit që u morën me ju për gjatë gjithë muajit. Dhe në 13 vitet e mia në shkollën ku jemi aktualisht, më them që ne kemi nxënës shumë të mirë. Nxënës që na nderojnë në shumë drejtime. Dhe ju sot jeni shembulli më i mirë. Faktikisht, ne kemi disa certifikata. E them këtë sepse në çdo aktivitet, në çdo gjë që ne kemi pasur nevojë, ju jeni gjithmonë gati. Ne munduam të selektonim në mënyrë motivuese disa prej jush. Me një akoma të vejgjë kemi rrugën e gjatë, që kemi këto. Kam kënaqësinë t'ia jap këtë certifikat Engjit Cani. Engji ku je? Përshëndetje një vajzë shumë e mirë dhe një nxënëse gjithashtu, Engji ka duar florit. Mjafton të hidhni një sy ambienteve të shkollës dhe do ta gjeni duart e Engjit kudo. Punimet e Engjit janë veçanta, kështu që unë falenderoj shumë dhe duroj sukses te Engji. Domethënë ke një mënyrë, ke një imagjinat dhe një kreativitet që nuk e gjet gjithmonë, edhe durim, se të bësh ato që bën ti, ka përshtypjen përveç imagjinatës, të qenë krijuese, ku ta diu, duhet durim. Kështu që duroj sukses dhe gjithë mirë. Kjo është vetëm po te klasa e 10, po e ka Merisa?
Erisa Amati. Edhe Erisa, do më në të njëjtën gjë, kemi disa vajza të mrekullueshme që punojnë, u mundua të ishim pak selektues, të pak të më të sot të mbetemi këtu. Në aktivitetet e tjera mbajmë radhën, pastaj kështu që Erisa, shumë faleminderit për gjitha krijimit të tua, unë të uroj gjithë të mirat. Është me mundësi që ne kemi një certifikat më tepër motivuese dhe falënderuese. Atëherë, në radhë parë duhet falenderoj nxënësit pjesëmarrës në këtë aktivitet kaq të bukur edhe mësuesve që ju kanë drejtuar. Jeni shumë të mirë, shumë të nderuar që na mbështesin në këto aktivitet kaq të mira. Ju falenderoj të gjithë. Atëherë, certifikata e radhës është për Kristina Hoxha. Është Kristina nuk është, po ne do ftojmë profesorin kujdestar që të marrë certifikat. Po. Për shfaqjen e aftësive të shkëlqyer në fushën e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit, pra në praktikë për punë e publikuar, gjatë aktivitetit dhe të bashkëpunimit gjatë veprave praktike dhe projekte të realizuara në shkollën tonë. Malvina Lici. Për shfaqjen e aftësive të larta artistike, krijimtarinë dhe talentin në fushën e pikturës. Dallohet për punimin e realizuar me kujdes, imagjinatë dhe përkushtim, duke kontribuar në atmosferën artistike të shkollës tonë. Përshëndetje të gjithëve të mirë. Këtë certifikat faktikisht do ja jap me qëndësisja kujdestare e nxënësës. Doja që t'ishte këtu, por me sa shikoj nuk e shoh. Është Flutur Amati. E japim domethënë dhe ja dedikojmë këtë certifikat për shfaqjen e aftësive të veçanta në punimet krijuese, duke treguar imagjinat, origjinalitet dhe përkushtim në realizimin e projekteve artistike. Dallohet për punë të kujdesshme dhe ide të reja që pasurojnë aktivitetet e shkollës. Tani vjen Ardinela Nërpjetri me Adeo Plak. Adeu Plak, riullur Adeu Plak, la me lot e la me gjak. Mira vjet histori, më shumë ropë se në liri. Vetëm qanë e rëkon, trojet e veta kërkon. Buza vetëm i buzëqesh, kur shepit me armën gjesh. Nga çdo anë vjen zëri burit, mu në ditën e flamurit. Nga çdo anë vjen zëri trimit në këtë ditë të bashkimit. Jam Kosova e trimërisë, jam lulja më e bukur e Shqipërisë. Më qoj i sa shpërbjuri, më tha të thërret flamuri. I liridës jam liri, dhe i lirë dua me mbet. Për çfarë thot Gjevahiri, Shqipërinë se ja për jetë. Jam ulqini jam alsia, edhe mua më thret liria. Jam ulqini e dete gjo lullit, jam shqiponja në palë të flamurit. Tu gjatjeta në Shqipëri, unë jam qami të këti vi. Shqipëri të qofsha falë, të kam nënë më këtë djallë. Jam presheva në moj, nuk mund më të duroj. Jam flamur kushezi, sritot më në robëri. E dashur në Shqipëri, ja edhe një porosi. Të fala nga mërgjimtarët, lot e djerës margarimtarët. Larg në vetë të mërgjimit, shtruam sofrën e bashkimit. Në këtë ditë të vërtet, rrofsh më Shqipëri për jetë. Para ju shtojmë Alesja Shima me poezinë e saj në emër të vëtorit. Në emër të vëtorit. Në emër të gjakut që sot apur, në emër të nënës që si shima, në emër të tjerëve që ranë pavar, e në emër të tokës që su shitkur.
Në emër të flamurit që u ngritë në majës me Shqipënjë që s'pranoj të tjërë, e në emër të dëmëtorit që lindi Shqipërinë. Ti që jetë sot në rrugë të lirë, mos haro gjakun që sonë ta, mos haro pritme në përnat, kur liria ishë veç një ndër e shetë. Ata ra pa zë, pa varë. Në forë në shi në bajtë në zjatë, me pushk në dorë e valë në shpirt, e me fjallin atë si ma amanet të fundit. Në 1912 më ngritë flamur në Vlorë, por nuk paroj lufta, su shua dhimbja. O bita hukur, ku jeni ju tani? Dhe mani të përgjigje me Jehovë, jemi këtu në rënjët e lirisë. 28 solli flamurin, 29 lirin. 2 ditë, një histori, një zemër, një popull që su përkull kur. Një kom që ngrit ka hiri, prandaj kur të flasësh për nëntorin, mos e thuaj thjesht si datë në kalendar. Thuaje si gjak që s'lon 2 herë. Me këngën e realizuar nga nxënësit tam, Klot Den dhe Zemër Plot, vjen për ju La Huta Malcis. I që disur një flamur, pra në ti La Hutari, bashkë bëj në Shqipëri. Si një stërgjyshe nga kjo do, e di Shqipen me 2 kohë, në La Stërgjyshim, dhe di Shqipen fluturim. Sa herë gjyshi harë kushton, nis të muri e valon, sa e kënda do më bush, lule qeli në përfush, sa e zemra në këndon, Shqipja nise fluturon, e atje në katërsi, për shëndet plot dashuri. Sa e zemra në këndon, Shqipja nise fluturon, e atje në katërsi, për shëndet plot dashuri. Sa e diçko që në vjet, do ma mish për cjell e pret, jo nuk dahet veç në skur, një La Hute, një flamur. Si stërgjysha që disare, këndojise, këndojare, si stërgjyshi dhe unë jam, zërin tim për ju e kam. Sa her gjyshi har kushton, nis flamuri e balon, sa e kënga do më mbush, lule qeli në përfush, sa e zemra na këndon, Shqipja nise fluturon, dhe atje në katërsi, për shëndet plot dashuri. Për ta përmbyllur aktivitetin tonë, ju ftoj të shihoni vallën tonë të fundit, një vallë plot rizë me energji të shpishëtari. Pastaj të gjithë jeni të ftuar të mirëpritur të bashkoni kërcimit për ta mbyllur këtë festë me gëzim dhe harmoni. Gëzuar festën e nëntorit dhe faleminderit.
Se